fundit i tregoj janë plot me mjaltë, po blet s'kan fare sipër, bleta fokusohet vetëm tek këto 3 kornizat e para këtu. Ose 2, 3, 4 korniza. 2, 3 korniza mund t'i nxjerrin që janë plot me mjaltë, po s'kan fare blet sipër. Ajo kornizë nuk i duhet bletës. Për mendimin tim nuk i duhet. Paktën këto që i them janë mendimi im, edhe unë do e maj deri në fund këtë mendim. Nuk i nevojitet, nëse bleta nuk i mbështjell gjitha korniza, nuk ke pse ja lën kot. Se në moment që jeni në të ftohtë, ose ju që jeni në dimër, jeni nëpër zonat e ftohta, mund i ketë ndodhur shumë që ti ja ke vendos bletës, e ke mbush plot ja ke lënë 10 korniza. Jo gjatë dimrit ty demëron me 4-5 rrugë miz, ose rrugë blet që i thon disa i thon rrugë blet. Ajo bleta mund të vdesi këtu, dhe pse ti këto kornizat i ke plot në ushqim, nuk largohet nga grumbulli dimëror, nga lëmshi dimëror që i themi ne, që t'ike edhe vije këtu në fund të marrë ushqim, nuk t'ik. Ka plot bletar që i gjen bletë të vdekura, i ke mu këtu tek këto kornizat, këtu ke korniza plot në ushqim dhe bleta nuk ka shku fare për të hangër këtë ushqimin. Sepse nuk largohet nga lëmshi dimëror. Prandaj unë gjithmonë insistoj dhe them, paktën unë kështu e bëj dhe mundohem ta them edhe tjerëve, se kështu funksionon. Nuk mund t'i lësh ti 10 korniza, i nxjerr atje ta tregojnë, shikoj është plot me mjaltë. Këto korniza ti ja lën, po bleta i hang pranë verë këto, kur të vazhdoj e pjellën vitin tjetër që të mushen, atëherë vjen ti hang këto korniza. Nuk e thot se këtë kornizën do ta hajën pranë verë, jo. Se gjatë dimrit nuk ka shans bleta të largohet nga këto kornizat këtu, edhe të vjet marrë ushqimin këtu në fund, nuk ikën. Tek ju nuk e di sa ka ndodhur kjo, po ka raste plot që unë i di që ju kanë ndodhur dhe vazhdojnë t'ju ndodhin dhe disave që e bëjnë këtë pjesën. Po prandaj lej pak, lej aq korniza sa janë me blet, aq korniza i lej. Edhe pse nuk janë me mjaltë dyllosur komplet, nuk i keni pa asnjëherë tek bletët e mia, nuk keni për ta pa, edhe mund ta shihni se ç'se ndodh. Varet sa ushqimin kanë sjell, po nuk është se jam ushqyes, po ti ushqej aq shumë shërup sa më thon disa i hedh bletës. Një ditë po, një ditë jo, shumë kanë hyrë që më kanë komentuar dhe kur ishim lajë se mu më ka thënë gjyshi që duhet hedh kaq, mu më ka thënë një profesor, mu më ka thënë një tjetër, mu më ka thënë një tjetër. Këto tek unë nuk funksionojnë, unë nuk i bëj. Nuk mund të rriu ta ushqej bletën aq shumë, sepse nuk i nevojitet e njëjtë që është tu në fund. Bleta mblidhet vetëm te 2 korniza këtu, ti ja ke lënë 10 tjera këtu. Ato janë gjithë